Për pak kohë, deri me 20 korrekt këtij viti, merret vendimi më i rëndësishëm për Kosovën e pas luftës. Nga një gjykatë që burimin e idesë themelimit e kishte në Rusi, mbështetjen një dokument në Serbi, por që u paketua si një raport i një senatori zvicran në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Akt akuza që në qendër të saj portretizon ushtrinë shërimtare të Kosovës si ndërmarrjet përbashkë kriminale, një koncept juridik që nuk gjykon vetëm individ, por edhe natyrën e luftës së Kosovës, ka përfunduar me kërkesën ekstreme të prokurorisë për dënim prej 45 vjetësh për secilin nga të akuzuarit. The SPO has requested convictions on all 10 counts and the imposition of a single sentence of 45 years. Ne e dim vërtetën, lufta nuk ishte një projekt kriminal, por një rezistencë e domosdoshme në represion dhe në dhunën shtetërore të Serbisë. Këtë verë bëhen 11 vjet, prej se deputetët e Kuvendit të Kosovës vendosen të përgjigjen një thirrje ndërkombëtare për themelimin e gjykatës speciale, dhe kështu u vendos të bëhej amandamentimi më i rëndësishëm në historinë e Kushtetutës Kosovës. Neni 162, i cili kërkon që për të përmbushur obligimet ndërkombëtare, Republika e Kosovës mund të themelojë dhoma specializuara në kuadër të sistemit drejtësisë të Kosovës. Si atëherë, akoma dhe sot, për shumë këmbë mbetet krejtësisht e pashpjegueshme pse kishte vërë sulje ndërkombëtare dhe presion që s'është parë më herët për ndonjë temë tjetër mbi kërkesën për themelimin e gjykatës. Pse e donte Serbia gjykatën speciale dije, por as sot s'kuptohet pse ajo u shndrua edhe në kërkesë të një pjese të rëndësishme të ndërkombëtarëve. Si shpjegohet gjithë presionin ndërkombëtar për themelimin e gjykatës speciale? Po ndoshta është mirë të analizojmë kontekstet politike dhe juridike vendore dhe ndërkombëtare kur ka ndodhur themelimi i dhomave të specializuara. Pra, në vitin 2008 ne shpallim pavarësinë. Dhe si ne, si faktori ndërkombëtar perëndimor, mendojmë që Serbia do të dorëzohet, apo është dorëzuar dhe më nuk do ta kontestoj pavarësinë e Kosovës. Fatkeqësisht ndodhe kundërta. Në 4 tema të veçanta, Serbia dhe Rusia do ta kontestojnë pavarësinë e Kosovës. Para se gjithashtu Serbia do ta konteston duke qenë brenda Kosovës, duke thënë ku ka serb do të jetë Serbi, dhe duke bllokuar sidomos veriun e Kosovës që të integrohet brenda Kosovës. Pra ka ndodhur bllokimi territorial i shtetësisë Kosovës përmes pranisë në veri të Kosovës Veshpas. Pastaj ndodh bllokimi ndërkombëtar, sepse ne supozonim, si e dim që gjithë, që Kosova do të bëhet shpejta anëtar i Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe do të asigurojmë të ashtu quajturën njohje universale për gjitha shteteve. Tu Rusia do të përfill kërkesën e Serbisë dhe do të kërcënohet me përdorimin e drejtës vetës nëse Kosova aplikon për të bërë shtet antar i OKB-s. Kontestimi i tretë do të jetë përmes vendimit të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s që ta trajtojë temën e legalitetit të shpalljes së pavarësisë Kosovës me kërkesë të Serbisë. Kjo ka ndodhur në tetor të vitit 2008 dhe siç e dim pastaj do të trajtohet çështja e pavarësisë Kosovës edhe në GNT në verën e vitit 2010. Kontestimi i katërt do të vjen përmes të ashtu quajturit senator të Rusisë Konstantin Kosaçević, që ka qenë antar i Asamblesë Përgjithshme të Këshillit Evropës, i cili do ta inicojë temën e famshme të shtëpisë së verdhë, trafikimit të organeve të qytetarëve serb, e cila në fakt ishte trajtuar qysh në raportin e Karla Del Ponte, sepse dim që Karla Del Ponte ka qenë kryeprokurore e Tribunalit të Hagës dhe nuk ka darë gjë. Ajo ka pas mandat, ka shkuar në Shqipëri përmes mikut, nuk ka darë gjë për atij hetimi. Sidoqoftë kjo Kosaçevit synon ta kriminalizoj luftën e UÇK-s, jo vetëm ta trajtoj një shpifje ordinere çfarë ka qenë shtëpia e verdhë, po dhe ta kriminalizoj luftën e UÇK-s. Pastaj gjithë këtë tematik e merr Dick Marty, një senator goxha i respektuar në Zvicër dhe në Perëndim, pra nuk ka qenë të them ashtu askushi, dhe kredibiliteti i tij i është dashur Serbisë dhe Rusisë që përmes tij faktikisht të rishqyrtohet tema e trafikimit të organeve deri te Dick Marty. Po. Rusia, Kosaçevi edhe element tjerë janë trajtuar. Pra, kërkesën e ka pasur njëjtë, po janë trajtuar manianshëm, pra nuk është përqafuar shumë nga normalisht, është llogaritur që ata kanë një qasje të njëjtshme si Serbisë e Rusi, e pritshme, ndërsa te rasti Dick Marty ka qenë krejtësisht ndryshe. Emrama në këtë kontekst mund të thuhet që megjithatë as ne, as diplomatët amerikanë, as diplomatët evropianë nuk kemi menduar që kjo mund të bëhet një problem i dorës parë, sepse raporti i Dick Martyt megjithatë thirrej
në masë të madhe në të ashtu quajtura pretendime për trafikim organesh në shtëpinë e Verët. Aty kemi edhe një referim për grupin e Drenicës si grup të krimit të organizuar, jo të ndërmarrët për bashkët kriminal, për krim të organizuar. Pra ka qenë një trajtim i qëllimshëm i cili është bazuar në dokumentacionin e palës serbe. Domethënë Serbia dhe Rusia kanë programuar krejt këtë situatë, ndërsa më vonë kur të lexoj librin e Bob Gatesi, sekretarit të mbrojtjes Amerikës, do ta kuptoj që Bashkimi Sovjetik gjatë luftës vazhdimisht e ka akuzuar Amerikën për trafikim organesh. Kjo ka qenë një farë mostre. Çfarë ndodh në Ukrainë? Po në Ukrainë, kjo ka qenë gjithmonë akuza supreme sovjetike komuniste ndaj perëndimit. Trafikim organesh. Ju jeni aq të paskrupull, aq të pashpirt që mirëni me trafikim organesh. Kështu që kjo më njëherë ka rezonuar edhe në këtë historinë e shtëpisë së Verët, do thotë në mënyrë që perëndimi të alarmohet, sepse perëndimi nuk alarmohet për krime të lloj-llojshme, po ky është krim i cili i shkon për të çdo krimi të mundshëm, trafikim të organesh, dhe ku është bënje një shtëpi të braktisur në Shqipëri në kushte absolutisht paqëndrueshme, të cilat madje edhe mjekët edhe kirurgët serb, unë i patalizuar ato raportet e tyre në media serbe, patën thënë që në ato kushte nuk ke si të bësh trafikim organesh, nuk ke si të bësh operacionin dhe të mundësosh që dikush të përfitojë në Itali apo kudo qoftë. Kështu që ky ka qenë konteksti ndërkombëtar dhe vendor, por mos harrojmë asnjëherë, me gjithë presionin e jashtëzakonshëm ndërkombëtar, gjithmonë shpjegimi amerikanëve dhe evropianëve ka qenë që kjo ka të bëjë me raportin e Dick Martit, kjo ka të bëjë me trafikimin e organeve, nuk ka të bëjë me asgjë tjetër. Dhe pasi që ishte një temë tepër e përdorur në media ndërkombëtare, sidomos në gazetat britanike, si të kuptohet, atëherë të gjithë ne mendonim, ka qenë në ballin, do të thotë edhe secili prej nesh mendonte që ja vlen të bëhet një veprim i tillë, megjithse ne vitin 2012 patëm kompletuar pavarësinë e mbikëqyrur. Tash në 2015 po hiqshim dorë nga një segment shumë i rëndësishëm i drejtësisë, ulëmtimi i krimeve të luftës, në mënyrë që ta bartim në Hag dhe ta krijojmë një superstrukturë juridike, një përbindje juridike real, për ombudspersonit, gjykatës supreme, gjykatës kushtetuese, nivelit 2, nivelit parë, vetëm që njëherë për gjithmonë ta shmangim këtë problem të madh. Po askush s'ka menduar në atë kohë, as ne, as amerikanët, që prej 2015 do të kalojnë 11 vjet në këtë proces. Është supozuar që gjithçka do të kryhet për një periudhë 35 vjeçare maksimum, dhe që do të sqarohet njëherë për gjithmonë kjo temë, që ishte shumë e rëndësishme edhe për njohjen ndërkombëtare të Kosovës.